lloj flote dhe këtë lloj ushtrie që ka sjellë rreth 50.000 trupa janë në lindjet mesme, janë 3 aeroplan mbajtësi, 8 se pa llogaritur fregatat dhe anijet e tjera, kështu që është një kosto shumë e madhe. Kosto e luftës ka vajtë deri në 28 miliard dollar në këtë konflikt, kështu që është dhe kur vjen puna tek dollari, pastaj amerikanët kur janë një çik fort aty nuk të falin kollaj. Por nga ana tjetër është edhe ekonomia amerikane, duam që po pëson rritjet e çmimeve, që amerikanët nuk janë mësuar ta blejnë gallonin me 4 apo 5 dollar, ishin mësuar me $1, maksimumi $1. Dhe kjo lloj rritje çmimi nuk i shkon për shtat politikës Trumpit, i cili erdhi në presidencë, erdhi me atë idenë e rritjes së ekonomisë dhe nuk do hapim konflikte të tjera në botë për sa i përket të luftrave. Por ndodhi kjo që ndodhi, tash ishte Netanyahu ai që e tërhoqi, dhe është Netanyahu ai që po vazhdon të bëjë këto lloj deklaratesh për të treguar se kjo luftë nuk do të shuhet. Mos harrojmë, sepse tek e fundit Netanyahu e përdor si një luftë fetare, pavarësisht se nuk e shpalt si të tillë, por në fundit ajo është një luftë fetare, për sa kohë Netanyahu del me hartën e Izraelit të madh, flet për Izraelin e madh, flet që pas shiitëve do ta kenë radhën sunitët, pra që do të jetë Turqia, radha pas Izraelit, kështu që ajo është një luftë fetare për sa i përket Izraelit dhe vendeve të arabe, sepse Izraeli gjithmonë ka hecur me atë teorinë e tokës pa njerëz dhe njerëz pa tokë, pra nuk e llogarit fare si njerëz dhe si vendas palestinezët apo çdo vend deri në Eufrat nuk pyet ai fare se kush është. Kjo është tokë pa njerëz, do të thoshë jo, në tokë e premtuar. Dhe në këtë kushte Izraeli nuk do pranoj kurrësi që të jetë një armë pushim afatgjatë apo një armë pushim me një siguri globale që Irani apo vendet të tjera nuk do të sulmohen më nga Izraeli, sepse kjo ishte dështim total i Izraelit. Netanyahu nuk e pranon këtë, tash edhe për vetë faktin, sepse Netanyahu e di që mbarimi i luftës Netanyahu duhet të shkojë drejt burgut. Zoti Merkoçi, për ta mbyllur, ndërkësh është thënë nga sekretari amerikan i energjisë se Irani është shumë afër pra ndërtimit të armëve bërthamore. Sa reale shihni këtë dhe cili është rreziku? Dakor, e ka thënë. Edhe kjo ka qenë 84 që thotë që Irani për një javë do ta bëjë bombën bërthamore. Ka që shekullin e kaluar. Irani po t'ishte për ta bërë bombën bërthamore edhe këto 30 ditët sa u bë që është nga data 7 që po bën armë pushimin, deri tani Irani mund edhe gjatë kohës bombardimit që Irani mund ta bënte bombën bërthamore. Nuk ka Irani problem për ta bërë. Tash ai raketat i ka të gatshme, ka dhe raketë supersonike, kështu që Irani e ka shumë thjesht për ta bërë. Për të bërë kokën e bombës atomike, Irani nuk i duhet më tepër se 2 javë apo 1 javë. Sepse centrifugat i ka, të gjithë pajisjet i ka, shkencëtarët aty i ka, nuk e ka problem për ta bërë. Po kjo ka teori ka qenë 1984. Nëse Irani do kishte në ndërmend për ta bërë të ta bënte. Por fetfaja e Ayatullah Khameneit ka bërë që Irani nuk e prodhon bombën bërthamore. Dhe në asnjë moment edhe Mustafa Khamenei nuk e kemi dëgjuar apo nuk ka në një deklaratë nga Irani i cili thotë fetvane e Ayatullah Khamenei e rrëzojnë poshtë. E para sepse edhe Mustafa nuk ka tagrin për ta bërë, sepse duhet të jesh Ayatullah që ta bësh këtë. Por nga ana tjetër
është se duhet të mlidhet këshilli për të marrë një vendim. Sepse edhe Muçtapa nuk është ajatullah. Por problemi ku qëndron, ne duam një arsye për të justifikuar sulmen. Mirë po, ti thuash një vendi që ma jep ti mua tash uraniumin, se e dua unë, se mos ta kesh ti, është pak absurd. Në të njëjtën kohë, që nuk do të harrojmë që Irani të gjithë industrinë e tij, pavarësisht se është vend prodhues, po energjinë e tij e ka me reaktor bërthamor. Nuk e ka mbi bazën e naftës. Pra qoftë trenat, qoftë drejtimi, qoftë uzinat punojnë me reaktor bërthamor. Irani në projektin e tij janë edhe 3 apo 4 reaktor të tjerë bërthamor për të bërë në Iran. E qartë. Pra për ta mbushur të gjithë 100% të vendit për ta bërë me energji bërthamore. Pra, këtij vendi nuk mund t'ia thuash këtë e para, dhe e dyta nuk është Irani po t'ishte tash për ta bërë të ta bënte. Por nuk do një vit për të bërë. Një vit mund t'i dojë një vend tjetër i cili nuk ka raketën. Për Irani t'i duhet vetëm koka. Pra të gjithë, ose mbushja e kokës, se kokën e ka, po mbushja. Qartë, po. Dhe këtu është tash gjithë ai problemi, është njësoj si takimi Trumpit me Xin, e kupto, që flitet për Teslën, flitet për këtë, flitet për atë, dhe nuk i nxirret koka që këtu flitet në blokadën që ka bërë Kina për sa i përket materialet të rralla, se ne duhet ta dimë shumë mirë që Amerika të gjithë materialet të rralla i merr në Kinë. Dhe të gjithë qipat e këto, mikroqipat, të gjitha prodhohen atje. Dhe nëse nuk ke këtë, apo edhe vetë raketat, prodhohen me këto materialet të rralla. Mirë, Irani i ka këto. Tash ti marrësh, ti thua mos e prodho ti. Sepse kjo bombë bërthamore tashmë u bë pak si dhe loj, doli si puna e Kimit, tash që Kimi ndryshoi kushtetutën dhe tha nëse vritet Kim Jong-u, bombët në mënyrë automatike shpërthejnë. Pra drejtojnë në vende të ndryshme. Tash u bë kjo sikur gjithë vendet duhet të kenë nga bombë bërthamore në dorë dhe të jenë sigurt. Sepse ajo që thash, Izraeli nuk ka fol njëri që pse Izraeli duhet ta ketë në mënyrë kontrabande këtë bombë. Po pse? Po sikur ta hedhë Izraeli këtë bombën bërthamore, çfarë bëhet? Kush e marr përgjegjësinë për këtë? Dhe pse kjo organizat nuk bën kontroll në Izrael? Po si është e mundme që Irani që do prodho ka bombën bërthamore ka qenë hapur për sa i përket organizatës të cilët bën kontrollet bërthamore? Që Irani ka qenë i hapur, kanë vajtë dhe kanë bërë të gjithë kontrollet. Madje dhe edhe pikat se ku hyet në Isfahan, në të gjithë këto Isfahan, edhe në të gjithë pikat e tjera, janë të deklaruar nga vetë organizatë. Pra për ta bërë Irani bombën, që ta përmbyllim, për ta bërë Irani bombë nuk e ka problem. Problemi më i madh i Iranit është ligji. Ligji që Ayatollah Khamenei ka nxjerrë për mosbërjen e bombës, pasi duhet kuptojmë, ajo është Republikë Islamike. Dhe ajo drejtohet mbi ligjet e Kuranit. Bazën aty e ka. Dhe kur ai ka nxjerrë këtë fetfa e nxori pikërisht mbi këtë, se tha jo, Kurani nuk lejon që të përdorësh bombë të shfarosjes mas njerëzimit. Dhe prandaj para luftës ka dalë me një miting themi në atë kohë dhe tha ne do t'i përgjigjemi armikut me atë që ai do na përcaktoj. Pra me atë që do godasi ai, me atë do godasim dhe ne.
Dhe nuk thanë që ne do bëjmë bombë bërthamore, nuk ka thënë në njëherë. Por thash, kjo është pjesë e Izraelit, e sionizmit izraelit, i cili do në çdo luftë që ka bërë ai, se Izraelin, domethënë nga 67 e këtej ka bërë vetëm shtrihje territori, s'ka bërë gjë tjetër. Por në çdo moment ai ka krijuar një incident, dhe pastaj ka bërë terror. Ka bërë pushtim. Tash i ka dalë ke Hezbollah. Thotë është organizat. Sepse ti po vjen dhe po e pushton. Jo, thotë se është e imja. Dhe prandaj mundohen në çdo kusht që Irani ti veshin atë pjesën që ky do ta bëj bombën. Pra, unë thash, deklarata e parë e Izraelit është në vitin 1984. Për sa i përket dhe në atë kohë është thënë që Irani për 6 muaj prodhon bombën. Pastaj filloi për 3 muaj, për 2 muaj, mëna muaj, për 1 vit, për 2 vjet. Po, u bën rreth 50 vjet kjo histori. Më nuk shkon më kjo. Është absurd, domethënë ta mendosh që një vend që e ka uraniumin, një vend që e ka të gjitha, nuk ka nevojë të shkojë me asnjë vend Irani për të pasuruar uraniumin, se e pasuron vetë aty. Centrifugat i ka të gjitha aty, dhe ti thua se ky do ta prodhoj. Pra kjo më tepër duket si një shtys që ta detyrojnë Iranin ta prodhoj. Po Irani nuk e ka në programin e tij për ta prodhuar. Nuk e ka në programin e tij për një arsye dhe jo vetëm fetare, por ka edhe një arsye tjetër, sepse bëhet një vend i cili bllokohet. Bëhet si Kim Jong-un, pastaj bllokohet aty. Sepse askush nuk do që ti ta bësh